السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى وبعد. Falënderimet e përplota i të vinë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavat dhe selamet nga thellësia e zemrës tonë në këtë natë madhështore, ja dërgojmë të dashmërit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë ata të cilët pasojnë rrugën e tyre më të mirë deri në ditën e gjykimit. Fillimisht falenderojmë Allahun Gjelle Gjelaluhu që na ka mundësuar që na sonte të prezantojmë në këmbë para tij. Shpresojmë që Allahu Gjelle Gjelaluhu të na shikon me syrin e mëshirës së tij dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu të na kaplon me mëshirën e tij, edhe shpresojmë që Allahu Gjelle Gjelaluhu të na pastron nga gjitha mëkatet, duke lutur njashtu që Allahu Gjelle Gjelaluhu qafat tona të i liron nga zjarri i xhehenemit. Padyshim se mirësi e madhe vëllezër është që Allahu Gjelle Gjelaluhu të ta mundëson që të qëndrojsh para tij, e veçanërisht në një kohë e cila është e veçantë, pjesa e natës në të cilën jemi, ku Allahu Gjelle Gjelaluhu është më afër robëve të tij në qiellin e parë të dunjas, e që thërret kush është ai i cili më kërkon mua diçka që unë t'ja jap. A ka ndonjë pendues që pendohet e Allahu t'ja pranon pendimin? A ka dikush që lyp diçka e Allahu Gjelle Gjelaluhu është dhuruesi që ta dhuron me një herë atë? Pra, duke mos humbur kohë, na kemi zakon pra me disa pyetje të kuizit shkurt me disa libra të cilët i kemi prezent, e inshallah me lejnë Allahu Gjelle Gjelaluhu duke prezentuar lulishta e dritave, e merr librën, inshallah ai që e gjen një pyetje pak më të rëndë. Kurse këto librat pak më të vogla, inshallah janë pyetjet pak më të lehta. Tamam. Si ti dini, e merrni. A von ta bëjmë një pyetje të vitit kaluar apo jo? Ha? A është ma lej më mend apo jo? Në vitin e kaluar e bëm një pyetje në fund pas tregimit që treguam me një ngjarje që e transmeton Imam Buhariu nga një njeri i cili pat ardhur që të ndërmjetëson te ato robërit e Bedrit, të cilët ishin të zonën rob në luftën e Bedrit. Pas luftës Bedrit, pasi që zinen në rob, këto mushrikat në pjesë që ishin kundër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe pastaj ato burgosen atje në Medinë. E mushrikët e Mekës e dërgojnë dikan që ndërmjetëson te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tamam? E ky njeri kur shkoi atje te pejgamberi sallallahu për më ndërmjetësu, kur afrohet afër xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e ndëgjon që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në akşam, në namazin e akşamit, e recitonte një sure, ajo ishte surja Tur. Tamam? U dash ta bëjmë pyetje cilën sure, po shtoj edhe kjo. Nuk është problem. Që për me afru, pra atëherë dini më mirë, surja Tur. Kush ishte ky sahabi, pastaj që udhëzohet dhe pa të bëbej që së pari herë kur e kam ndëgjuar fjalët e Allahut Gjelle Gjelaluhu, kanë qenë ajetet e surës Tur që i lexonte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Tha, kjo është momenti ku ma kanë prekur zemrën time më së pari herë. Dhe pastaj kjo udhëzohet në Islam dhe bëhet sahabi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Ha? A din dikush e? A din dikush e? A shumë e rëndë kjo? Po në vjetë e kemi të regu. Vitin e kaluar e kemi të regu. Ha? Me bëmë i përsërit. Kush? Zubejri?
Jo. Gabim. Khalid ibn Walidi jo. Khalid ibn Walidi kur u ka bo musliman? Të me thonë, vonë u ka bo musliman, vonë ka pranu islam. Këto ka qenë me njëherë pas luftës Bedrit. Tamam? A ka dikush që i afrohet ajo? Si? Umer ibn Wahb? Gabim. Kush e vjodh? Sali? Besimi e Ehlusunnetit. Sa të besimin e Ehlusunnetit, po. Një tjetër. Jo, dje nuk e ke morën dhikrin. Mburojnë muslimonit dje ta kimi dhonë. Unë e di që për dhikrin thamë. Nëse se donë mere këto, bro. Të vërtetën në cilat fitoj natyra mbi edhe pranoj shërioti. Këtë japim dikuj tjetër, bro. Tamam? A e kuptuhet, bro? Gjubair ibn Mut'im. Gjubair ibn Mut'im, po a kimi bë dhe pyetjen ky Mut'im i babaj ati, ku i ka qenë kjo, se ka pasajtën, Mut'im i bën? Kush e di? E verë libën. A i kujtohet dikuj e? Mendohi për këtë pyetje, bro. Tamam. Pyetja me të cilën, inshallah, e merr librën Lulishtet e Dritave, që është historia e pejgamberit sallam, në to me të vërtet ja vlen që njeriu me lexuar në këtë libër dhe me u frymzuar me to, se sikur me jetuar në atë kohë dhe jeton me pejgamberin sallam dhe me shokët e tij. E tregojmë një ngjarje. Tamam? Dhe një transmetim e ju të ma gjeni emrin e këtij sahabiu se është shumë me rëndësi. Pyetja është, tash nëse ju pyes, a u ka falur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas ndonjë sahabiu ndonjëherë? Pas Ebu Bekrit, normal që kur u ka fal, ka dalë Ebu Bekri e ka vazhdu. Këtu është një sahabi që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ka falur pas tij, dhe nuk i ka prish namazin, e ka vazhduar namazin. Jo. Asnjëherë nuk ka qenë, do me thonë, çështje që të falet mbas ndonjë sahabiu komplet. E transmeton hadithin Imam Muslimi, e transmeton Ebu Davudi dhe Imam Ahmedi e të tjerët, shumë transmetues tjerë, nga Mughirat ibn Shu'ba radiallahu anhu, i cili tha se në një brejtej prej betejave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo ishte beteja e Tebukit, ku tha ishim duke shkuar, beteja e vështirë shumë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ushtria, e pastaj o vëllezër, tha Mughirat ibn Shu'ba radiallahu anhu, tha e pash pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke me njanu qafën e devës time që të ndalet, dhe pastaj kthyem me një rrugë veçuan prej ushtrisë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Mughirat ibn Shu'ba për ta shoqëruar me të, dhe tha për nevojën e vet që kishte me dalë në nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe unë e shoqërova ato për ta ndihmuar, pastaj tha u larguen nga unë derisa nuk e pash. Shkoi të kryej nevojën e vet dhe kur u kthye, i kërkon Mughirat ibn Shu'bas që të i ndihmon e të i dhuron ujë për të marrë abdes. Dhe tha, morri abdes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i lojti duart, e kur mrrini që të i lën krahut, nga xhubja që e kishte sën i lante krahut, se ishte ngushtë, ai i nxjerri nga krahut dhe përfundi xhubës i nxjerri dhe i lojti krahut e tij, i mshon mes kokës dhe pastaj te kombët e tij që i kishte me këpucët e likurës i mshon mes dhe kombëve, dhe pastaj tha ngriten me këto që të shkojnë e ta kapin namazin.
ishte gati afër namazit të sabahut. Dhe ushtrijave që kishin shkuar, kur e panë që nuk është pejgamberi sa asem dhe është vonuar, a koha e sabahut vetëm kishte filluar koha e namazit të sabahut. Dhe pastaj shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e nxjerrën para tyre imam që t'ja u fal namazin e sabahut një sahabi. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur mrin me Mughiret ibn Shubën, e arrin namazin, tha e kishin falur një rekat, dhe pastaj tha na direkt dhe u lidhëm me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dashta unë që të shkoj dhe të i tregoj këtij sahabijut që pejgamberi Allahut se nuk guxon me dalë, dhe me thonë para pejgamberit Allahut, dikush e t'i prin me namaz e kështu me radhë, tha më ndaloj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që të qëndron ashtu dhe u lidhëm që të vazhdojnë namazin. Ato kishin kryer një rekat, edhe pastaj tha, kur dha selam ky sahabiu, tha të herë pejgamberi Allahut e vazhdoi edhe një rekat, u që ta vazhdojnë edhe një rekat. Pra normal është që njeriu kur futet në xhami, jo si ndoshta kur nuk e dim, vjen deri në xhami, e shef se ja lidhi imami me xhamatin, kjo për fat keq të na ndodh, që pa ndodh një herë, vjen deri te xhamia, u pas kanë lidh, kthen te shtëpia, me iki namazin. Ti ardhi te shtëpisë për ta kapur namazin, namazi kapet aty ku e ke kapur. Rekatin e ke kap, nëse e ke kapur imamin në ruku. E ke kapur rekatin komplet. Nëse të ka ikur rukuja, të ka ikaj rekat. Tamam, për shembull, nëse vjen në jaci, shembull ta zom, nëse vjen në jaci, imami është në rekatin e dytë, për shembull. Dhe ti nëse e zën në ruku imamin, e ke zon rekatin e dytë. Të ka ikun vetëm një rekat. Nëse e zën në rekatin e fundit imamin, e ke zon rukun, e ke kapur rukun, e ke kapur një rekat të namazit, e ke kapur namazin me xhamat. Çka dush me vepru? I plotson ato tjerat të cilët kanë ngelur. Ajo të vesh te xhamia, eshe janë lidhur as te shtëpia se miki namazin. Tamam, e pejgamberi Allahut u ngrit që ta vazhdon një rekat që i kishte ikur, edhe kur e pan shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, nga habia fillon të thon subhanallahu, pejgamberi Allahut e t'ia bën me dije, derisa domethën që nga trishtimi se si mund pejgamberi Allahut jetë këtu e na ta falën domethën dikush tjetër, bën me isharat pejgamberi Allahut që ta vazhdojnë namazin, edhe pasi që e vazhdojnë namazin me këtë sahabi, e mbaron namazin pejgamberi Allahut. Edhe tha me një transmetimin që e sjell Imam Ahmedi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha ma qubida nabiyyun qat, nuk është marrë shpirti i një pejgamberit asnjëherë përderisa nuk ja ka mundësuar Allahu xhel xelaluhu që të lidhet mbas ndonjë njeriu të mirë nga ummeti i tij. Që të falet mbas ndonjë njeriu të mirë nga ummeti i tij. Kush është ky sahabi, bro? Mos është Petar dhe që kanë garantuar të xhenet? Tash si thomi po atëherë u afrua. Po tamam, atëherë është prej atyre 10 të përgëzumive me xhenet. Omer ibn Atabi jo. Omer ibn Atabi. Ali radhiyallahu anhu jo. Jo. Said ibn Zayd. Abdurrahman kush? Abdurrahman ibn Aufi. Bravo Sunaj. Bravo. Më thonë, ki ishte Abdurrahman ibn Aufi, radiallahu anhu, i cili është sahabiju i vetëm pra jashta asaj që pejgamberi Allahut lidhet në fund jetës te Abu Bekri dhe Abu Bekri ngrehet nga namazi. A kurse ky ishte Abdurrahman ibn Aufi që e vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam namazin pas këtij njeriu. Pra kjo një ashtu dietarët si Ibn Abdul Berri dhe Imam Nawawiu thanë se kjo është një argument se me të vërtet ai i cili është me prioritet dhe me vlerë të ngritur të ketë domethënë mundësi që të i lidhet edhe atij që është me vlerë më pak. Domethënë ai që ka vlerë shumë të i lidhet ndonjëherë atij që është më pak me vlerë. Domethënë pejgamberi Allahut, domethënë njeriu më i mirë i gjithë krijesave të jetë të lidhet pas sahabijut të ndershëm Abdurrahman ibn Aufit e të falë namaz pas tij. Kjo pra ishte
Kuizi, u mbaru atër. E çka të thomi tjetër? Mbanja mend Abdurrahman bin Aufin? Por në matin inshallah. Tash do t'i bëjmë një dy pyetje në tajwid, a bon? Ku janë talebët? Që ka mësuar tajwidin? A ka mundësi dikush me tregu sa shkrojnë ikhfaja dhe me tregu cilat janë shkrojnët e ikhfas edhe çka dan të thore ikhfaja? Kush jeti atje? Omer, po, fol. 15. Cilat janë ata 15 shkrojnë? Ku janë të tjera? 5.000 vetëm, cilat janë ato 5.000? Si? Përveç atyre, aty janë 5.000. Mirë, cilat janë shkrojnë atë i idgamit, pro? Gjarë, cilat janë? Hajde merë libër. Bravo. Talebet vinë mazini që ka. Mashallah. Talebet shumë mazini. Nese këto s'don ta tregojnë vetën, apo? E bja. Bërën Allahu është problem. Cila sure ka zbritur e funda, kështu si sure komplet? Jo ajeti ose ajo, po si sure. As dispozita, po sure që ka zbritur e funda, që llogaritet si sure e fundit që ka zbritur. Edhe ato e dini përmendsh. Si e ka emrin? Si ka emrin idha jaa nasrullahi al-fath? Si? Surja Fat? Jo, Surja Fat është e madhe. Surja Fat fillon inna fatahna laka fathan mubina. Surja Barakallahu fik. Besimi e sunetit, a kia. Bërëm. Epja. Allahu ish problem, e Allahu ju dhëroft dije e na dhëroft dije të dobishme gjithëve. E Allahu mos na privoft nga mirësiat e tij. Wa kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Allahu ish problem.